Hej të dashur miq, ja ku jemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të komentuar pak këtë dinamikën që ka filluar akoma pa filluar Big Brotheri. Banorët kanë hyrë me një intensitet shumë të madh. Të gjithë duan të futen në lojë, të gjithë janë duke përdorur një strategji, siç unë arri në fakt ta kuptoj, leotrimi, toni, por në qendër të vëmendjes për afrimitetin me gocat apo për të arritur qëllimin e tij, për të ndërtuar një lidhje dashurie brenda shtëpisë së Big Brotherit, duket që banori më hiperaktiv dhe që ka hyrë më së shumti në lojë që në ditën e parë, duke uruar që kjo energjia ta mbante 3 muaj, se nuk është pak, janë 3 muaj që duhet të krijon spektakël, janë 3 muaj që duhet të luan, janë 3 muaj që duhet të veprojnë brenda asaj shtëpie, është Edi. Edi, si që duket ka përzjedhur një natyrë të provokuesit brenda shtëpisë së Big Brotherit. Ai po luan një lojë shumë interesante, nuk e di sa ju ka rënë në sy, do të thënë ju afrohet shumë gocave, dëshiron që të merr vëmendjen e gocave, do të thënë ai ka një qëllimin ta rrezon njërin gocë në tokë, por në qoftë se me bien Edi mundohet që të bëj humor, mundohet që të bëj shaka, mundohet që të krijoj një audiencë jashtë sepse e di se çfarë impakti ka bija dhe nga çfarë rruge vije dhe sa meme do bëhet, do me thënë unë Edin e shoh shumë strateg, e shoh tepër strateg dhe logjikon shumë, mendon shumë gjatë gjithë ditës se kujt banor t'i bie, me kë banor të qëndron, me kë banor të krijon spektakël, do me thënë i ka ndar rrugtimet e tij. Nëse Edin e shoh në këtë nivel, me bien, me Dolçen e shoh pak të afruar, por më të ftohtë. Në kuptimin e raportit, nuk është Dolçe femër që Edit i flen në shpirt. Ndërsa me Benitën nuk e shoh të afruar fare për pos që Edi mund ta merr në formë shakaje punën me Benitën, por femra që çunat më së shumti duan që ta kenë në krahët e tyre dhe mendojnë që nëpërmjet saj mund të arrin që të kapin edhe finalen apo të krijojnë një lojë, mua më duket Eliora, një vajzë e cila është shumë e ëmbël, shumë e buzëqeshur që dhe Edi dhe Toni, që të dy kanë vënë syt në një pikë. Tani që të dy janë duke e gjuajtur në një farë forme edhe pse po bëhet vetëm një ditë brenda asaj shtëpie. Do të thënë Edi ka hyrë me një strategji dhe strategjia e Edit është kjo që njëherë fillimisht të t'i marrë të gjithë banorët në përduar për t'u kuptuar pikat e dobta dhe pikat e forta këtyre banorëve, që më pas normalisht që të lindën dinamika, të lindën loja, të lindën sfida që banorët do të kenë me njëri tjetrin dhe mendoj që kjo dinamika e madhe do t'jetë fokusi i Edit për të qenë piedestal. Edi dëshiron të krijon grupin e tij. Nëse ne do ta themi që Edi dëshiron të krijon një lidhje dashurie, unë nuk e shoh ashtu. Edi dëshiron të krijon grupin e tij duke e njohur formacionin e Big Brotherit dhe duke e ditur që shtëpia jo më kot ka dy koltuqe, do të thënë nuk është kot e ndar pjesa në mes. Tregon që kemi të bëjmë me dy panele. Dhe kur kemi të bëjmë me dy panele, normalisht që në një pjesë do kryeson Edi dhe në një pjesë që unë e shoh dhe më duket e tillë do kryeson vajza e cila hyri natën e parë Hygerta e para, do të thënë Hygerta Sako. Tani Edi është në një kënd i ulur, në fakt Hygerta është në anën e majt, Edi është në anën e djathtë dhe mendoj që këto të dy janë duke luajtur një strategji për të ndërtuar dy polet e shtëpisë, që një pol të menaxhohet nga Hygerta, nga që Hygerta është më e guximshme, më goditse, ka marrë dhe Shkodranin në grup, le të themi, e ka marrë në grup, mundoj që ta mban afër vetes Klodianin, ndërsa në anën tjetër do të thënë kemi Edin që mundoj të gjitha gocat e shtëpisë të flirton me gocat e shtëpisë realisht me të gjitha për t'i marrë, për të krijuar një vend në zemrën e tij, të gjithë gocat ta duan Edin si mashkull, por piksinimin e tij deri më sot, deri në këtë që unë e shoh nga raportet, nga lëvizjet, nga të gjitha gjërat që ndodhin brenda shtëpisë,
Edi e ka tek Eliora, vajza që ati vërtet ja tërheqën shpirtin. Tani do shohim se si do të jetë strategjia e Edit, është super aktiv, ka shumë energji, është i vetmi banor që ka filluar, domethënë, të ketë aktivitet shumë në shtëpi, edhe pse edhe banorët e tjerë janë shumë të zëshëm, domethënë ka një lloj dinamike në shtëpi, por do ta shohim si do të jetë në ditën në vazhdim.